Një tjetër ngjarje që ka ndezur debat të madh në rrjetet sociale lidhet me pezullimin e 2 efektiveve të policisë, të cilët dyshohet se janë kapur në momente intime brenda një automjeti. Rasti u përhap me shpejtësi në portalet dhe rrjetet sociale, duke shkaktuar reagime të shumta nga publiku, por ajo që ka tërhequr më shumë vëmendjen është mënyra se si u trajtua publikisht ngjarja. Në shumë postime dhe publikime online u ekspozua kryesisht identiteti i efektives femër, ndërsa kolegu mashkull pothuajse nuk u përmend apo nuk u publikua me të njëjtin intensitet. Pikërisht kjo ka sjellë reagimin e fortë të këngëtares së njohur Vesa Luma, e cila ka ngritur një diskutim më të thellë mbi standardet e dyfishta dhe mënyrën se si paragjykohen gratë në raste të tilla. Përmes një Insta story që është shpërndar gjerësisht në rrjet, Vesa Luma shpreh se nuk e kupton pse gjithë vëmendja është fokusuar vetëm te policia, ndërsa kolegu i saj mashkull është lënë pothuajse në hije. Po kolegu, ku është me fytyrë, apo kolegu të hallall se është mashkull, po ta shohim kush është policia, shkruan këngëtarja. Mëtej ajo sqaron se nuk po justifikon as pak sjelljen apo një keqpërdorim të mundshëm të detyrës, por kritikon mënyrën se si opinioni publik dhe portalet po linçojnë vetëm njërën palë. Asnjë keqpërdorim detyre nuk justifikohet, por po i hyt kësaj pune me i linçu me emra e fytyrë, bëheni për të dyja palët të paktën. Na falni se mos po kërkojmë ne femrat shumë, vjen reagimi i saj. Deklarata e Vesës ka hapur më njëherë debat në rrjetet sociale. Shumë komentues janë shprehur dakord me këngëtaren, duke thënë se shpesh në Shqipëri dhe Kosovë, gratë gjykohen më ashpër në skandalet publike, ndërsa burrat kalojnë më lehtë në heshtje ose madje justifikohen. Rasti tashmë ka marrë për masa të mëdha në rrjet, ndërsa reagimi i Vesës po shpërndahet masivisht dhe po komentohet nga mijëra ndjekës. Në kohën kur çdo ngjarje bëhet virale brenda pak minutash, diskutimi nuk mbetet më vetëm te lajmi fillestar, por edhe të mënyra se si publiku zgjedh të gjykojë personat e përfshirë, dhe pikërisht këtë duket se ka dashur të theksojë edhe Vesa Luma me reagimin e saj të drejtë për drejtë,